Bata debatin aty, po. Më klaposi sepse unë kisha presion prej 2 ditësh. Je qetësi fare. Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje. Unë qetësi isha, qetësi jam prapë, në sensin që unë kisha presion nga gjithë shtëpia për të njëjtën histori dhe Hungry Wella. Unë nuk është që kisha gjë me Juelën personalisht. Çështja është që Hungry Wella, sepse ajo po i mshonte më së shumti asaj gjës dhe ajo më doli përpara në ato momente, po unë realisht kam pas shumë presion gjatë atyre ditëve. Gjë të cilën gjithë këtu, edhe ti, do të vijë momenti që kalosh presionin e lojës. Pa kalova atëherë ti. Sa kisha, as 3-4 ditë? Jo, unë po bëja javën, se kishte ardhi Ina pastaj. Dhe kur erdhi Ina, shpërthehoi gjithë shtëpia. Po më thoni, mua nuk e ndjenja për kesin, sepse prita Ina, ndërkohë që ishte sfidë nga Big Brother. Po nëse më ti e pranon për shembull se ai mund të ketë shkuar për atë se mund të mendojnë se është më si kallep, më e bukur. Jo se nuk je ti, po ai mund të mendojnë. Po çfarë lidhje ka kjo gjëja? Po se ti ke ndjenja, po nuk ka lidhje me këtë. Që se ka njerëz që lehen vetëm se janë më të bukura. Edhe i herë. Thotë se kam thotë personin që e du më. Kushdo, mund këtu ka femra, këtu dhe jashtë ka femra të bukura sa duash. I pëlqen si kallep ajo, ajo si kallep është më e bukur, thotë se Stelina, do shkoj me te. Absolutisht, unë nuk kam bërë një herë krahasime kush është më e bukur, njësoj siç e bëri Kesi para 2 ditësh, më ta para deri në fund. Po pra. Kesi bëri dhe para 2 ditësh, ta Ina është më e mirë se Stelina, nuk e di për çfarë kishte, për karakter, për bukuri, për nuk e di për çfarë kishte. Nuk duhet të hyj fare këtyre detajeve. Aman, në momentin që ti kësaj vajzës, që në këtë rast isha unë, i thua, unë me ty duhet jem kështu, duhet të jem kështu për gjithmonë, të thotë që ti në mendjen tënde i ke zerruar të gjithë bukuritë dhe të gjithë karakteret e tjerë që mund të vinë pas kësaj. Se është fjalë shumë e madhe apo jo? Ose ti këtë gjë e bën për lojë. Nuk e ke për turp që kësaj vajzës ti thua që kam për gjithmonë dhe pastaj të thuash pas 4 ditësh unë kam ndjenja. Ja ka thënë më përpara, po 4 ditësh doli në prime. Unë kam ndjenja për ty. Po ta them hapur fare. Në më thënë, kë po gënjen? Kë nga? Dhe qëfar nuk më bën sens mua, unë e kuptoj që Kesi me mua nuk ka pas komunikim dhe prandaj tentoj ta rifillonte përsëri këtu. Që prap ka shumë gjëra që në këtë histori mua nuk më bëjnë sens, po prap nejse, po i bëj vetëm këtë gjë. Ti erdhe këtu dhe the kur unë të pyeta pse 2 muaj nuk tentove të flisi me mua, sepse unë tha e kisha ndarë me ty që nuk do bëhesha më, u ritakuam dhe kuptova që kam përsëri ndjenja për ty. Kështu ka thënë. Ndërkohë që për atë gocën e ka thënë vetë të dy e kanë pohuar. Pra Kesi dhe Ina e kanë thënë ne takoheshim jashtë dhe kemi një shoqëri shumë të mirë. Pse pritet ti që të vije këtu në Big Brother dhe të shprehje ndjenja kur e kishe për ditë jashtë? Se e justifikon